Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit e nderuar, sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të mundohemi të flasim për lëvizjet anti-islame, që fatkeqësisht kohëve të fundit e kanë shtuar dozën e agresivitetit. Këto lëvizje janë paraqitur para disa vjetëve dhe ka deshur Allah subhanahu wa taala që me hoxhën Adem Avdiu e kemi bërë një video. Dhe prap po e shohim të arsyeshme që me lejen e Allahut subhanahu wa taala të rikthehemi edhe një herë këtyre lëvizjeve për shkak, siç tham, të dozës së agresivitetit që e kanë ndaj shqiptarëve musliman. Falë Allahut subhanahu wa taala, hoxha Adem është marrë me ta një kohë edhe akoma po mirë dhe kështu duhet jetë, sepse tek e fundit kjo sipas fesë islame është kifaje. Nëse dikush nuk mirët rreth një fenomeni të caktuar, atëherë ka frikë që Allahu subhanahu wa taala ka me na dënu të gjithëve. Kështu që dikush duhet të mirët. Dhe sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala e kemi hoxhën e nderuar Adem Avdiu, Allah ja shpërbleft me të mira, i cili nuk lodhet për t'i kundërshtuar këto lëvizje anti-islame. Unë i kam përgatitur disa prej pyetjeve që do t'ja bëjmë hoxhës tonë të nderuar. Një nga pyetjet, hoxh, si pyetje e parë është: a e kanë obligim muslimanët të kundërpërgjigjen dyshimeve të anti-islamistëve? Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit. Padyshim që çdo fenomen negativ duhet të jetë edhe përgjigje adekuate për këto dukuri të rrezikshme, dhe neve çdo trajtim të problemeve të ndryshme duhet të kthehemi te Kurani dhe Suneti, ku ajetet e shumta janë të cilat e trajtojnë çështjen e monoteizmit dhe të idhujtarisë. Po ashtu edhe te Suneti kemi hadithe të ndryshme të cilat e trajtojnë të vërtetën dhe krahas të vërtetës e trajtojnë edhe të pavërtetën. Pra tregohet udhëzimi drejt të vërtetës që njerëzit atë me pranu dhe me u orientu drejt saj, dhe tregohet e keqja e djallëzuara që njerëzit me urujt prej saj dhe të mos viktimizohen. Duhet të trajtohen këtë frymë. Pra, në metodologjinë kuranore dhe profetike, dhe çështja e sulmeve, televizjeve vagabonde, që unë shpesh i quaj edhe bogdaniste, kanë sjellur dyshime të ndryshme, të cilat nuk janë të njohura për popullatën e thjeshtë, dhe neve dim që bota muslimane në përgjithësi vuan për shkak të ignorancës që ka kapluar. Bota shqiptare muslimane, kjo është e veçantë, nga se kemi kaluar për një periudhë të egër të monizmit që e ka luftuar ashpërsisht dhe tiranisht besimin, por në mënyrë institucionale, se ata kanë qenë pushtet, kanë luftuar jo vetëm besimin islam, por çdo besim, nga sa ata kanë qenë si ideologji mbi parimin e ateizmit. Prandaj popullata muslimane prej një periudhe që ka qenë perandërinë osmane që dijet kanë lullzuar, ka pasur xhallar dietar këto troje, komunizmi i ka eliminuar, kanë me të xhallar të thjesht, në gishta kanë qenë ata që kanë qenë shumë të përgatitur, dhe popullata është pushtuar nga ignoranca. 100 vjet. Dhe po kjo me largimin e perandërisë osmane në një periudhë ka vazhdu prap me pasur xhallar të mirë njohur, të ditur, dhe me ardhin e komunizmit, sidomos pas luftës së dytë botërore, që është instaluar në këto troje edhe si pushtet legjitim në kuptimin që ata kanë qenë vetë pashëve së bashkë. Pra, popullata shqiptare muslimane tani nuk është që e një fen që duhet. Dhe këto lëvizje ekstremiste, katolike, është mirë që të trajtohen si fenomen, se ne nëse shikojmë
traditën shqiptare, sidomos ka ana e Gjakovës, ku dominojnë shumë fshatra të besimit katolik. Shqiptarët muslimanë dhe shqiptarët katolik kanë pas bashkëtesë, e kanë respektuar njëri tjetrin. Shembull, katolikët që i kanë ndëruar që dy parë eni ka pas. Ato të muslimanëve që kanë ardhur mos mu përzim me mishterit. Atë vini kuqe e kanë ditë, të më thonë që... Do thotë respekti maksimal. Tashti afërsi ka qenë mes katolikëve dhe muslimanëve, këto e shkatruan, e dërmuan këto lëvizje. Pra lëvizja e Deçanit, lëvizja shqiptaria, lëvizja për rikthim, gjitha këto janë një. Këta janë paraqit me shumë këto lëvizje, me tregu kështu jemi na shumë. Këtë synimi i tyre është me luftu islamin, me e deislamizu popullatën shqiptare të besimit musliman. Dhe këta e kanë mundohen me instalu urrejtjen që e kanë mbjell përftrinjet si Pjetër Bogdani në të kaluarën, që shihet një urrejtje dhe një armiqësi e jashtëzakonshme në librin e tij që e tha profetëve. Dhe e dyta, këta shumica janë nga diaspora. Dhe atje janë duke e marrë atë frymën ekstremistme të djathistave dhe duke instalu në Kosovë. Dhe ajo ma keqe që unë e shoh që këtë fenomen mas shumë t'i është dashur me luftu përftrinjet nëse janë të sinqertë objektiv në ato që thirren se na jemi pro tolerancës, harmonisë, pro çështjes kombëtare. Nuk mund të jesh ti pro çështjes kombëtare nëse ti nxit konflikt pa drejt kundër çdo besimi. Nuk mund të jesh ti kombëtar. Nuk mund të jesh ti që e don vendin tonë. Se do mos do hush neve na shtem ju kundër përgjigj. Dhe në momentin kur ne kundër përgjigjemi atyre, atëherë domi është e kisha. Sigurisht. Sepse ne do t'i nxjerrim disa gjëra që ata neve na akuzojnë, që ato gjëra i kanë Bibël. Dhe ata do të dalin me një... Nuk është problem për shembull nëse ka kritik, kritik shkencore. Ndaj Kuranit, ndaj hadithit, kritik ndaj Biblës, në aspektin se beson Kuranin edhe dokot që kritika e tij është e drejtë ndaj Kuranit. Por kritik që në vetveten ngërthen kulturën, jo banalitetin. Nuk do me pranu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam profet, mund të thush për mendimin tem nuk është profet, është i rrajshëm. Krejt është në rregull. Ti nuk e beson. Dhe ne shfaqim argumentin tona për ta vërtetuar profecinë e pejgamberit ton, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ki kritika shkencore në atë kuptimin që e paraqet bindjen tonë krishtere, sipas bindjes së krishterëve, profet nuk është Muhamedi. Kjo është shumë rregull është. Hebreu, Jahudia nuk e pranon Jezusin, ai thotë për mua është profeti i rrejshëm Jezusin, në rregull, atëherë debatohet çështja. Ai fenomen, a kanë drejt ata apo këta. Por të sulmohet, të thuhet muslimanët nuk janë shqiptar. Akuza naive, banalitete. Kjo është që mbjell urrejtje, kjo është që mbjell armiqësi, që mund vjen edhe te konflikti, nga se mos harrojmë. Neve vetëm nëse i pyesim shqiptarë që kanë qenë kohë të Jugosllavisë në ushtrinë jugoslave. Më ka tregu baba, më kanë tregu gjithë. Çdo ushtar që ka shku në kazermë është dorëzuar. Komandanti apo kushokona që ju ka marrë këshilla. Kretë nacionaliteteve ka thonë ju keni drejt më shajtë në non. Keni drejt më shajtë në non, me shqiptar mos ka bani. Se shqiptari vret. Nuk duron shamjen, ofendimin. Prandaj shqiptarët nuk kanë pas tradit me mja shat dikuj fen, mja ofendu fen. Se nga se fetarisht ata hoxhallarët i kanë thonë se nuk lejohet me ofendu fen tjetër. Për me ta ndërlidh është më ba halal, bash një postim e pas një avokati, që tha, dikush tha për individve, tash na nuk e dim kush është, po kryqohet para xhamisë madhe në Prishtinë.
ishte afrua afër këpucave aty, ku i lënin besimtar, ku i lënin besimtar, edhe po kryqohet. Tash në fin tonë është provokim kjo, sepse kjo është paganizëm fin tonë, qyshe besojmë në monoteizmin. Dhe më thonë, subhanallah, na mundën me mi thonë gjematit, o runi gjakthotësin, mirë po, se cilë gjemat nuk në gjënë, mundë me bërë nej kundër veprim, që me bërë pas taj? Pa marrë parasysh, këtë raste është mirë të lajmërohen organet të kapët personit, po, organet kompetente, policia dhe të akuzohet personi për provokim. Siç kështu sqaruar që kjo kulturë, kjo armiqësi që është duke u mbjellur përmes këtyre lëvizjeve, është një kulturë që nuk është shqiptare. Ka qenë kur shqiptare. Edhe Pjetër Bogdani nuk ka pas kulturë shqiptare. Ai ka marrë mësim të propaganda fida, që ka qenë e njohur për shkollimin e kuadrave të tyre, për të deislamizuar muslimanët, për t'i kthyer hebrenjet në krishterizëm, nëse nuk marrin vesh, do më thonë, si pas të në me qef, me dialog, me dhunë, do më thonë, ata gjithmonë e kanë qyrë fjallën, nëse nuk bën punë fjalla, dhuna. Atleti Krishtit apo templar? Po, do më thonë, templarët, ata kanë qenë fraksion në veti. Kjo nuk ka qenë të shqiptarë. Të shqiptarët ka qenë mund ndëru. Ta shtë ishim me një të pame të kushërit, ishte katolik, to me emrin, edhe ku erdhi për ngushtim aty, në u drejtu neve që ishim duke i prit aty, tha për të vdekurin inshallah në xhenet. Katolikë, dhe më thonë, e ka pas, dhe më thonë, atë kulturën me respektu muslimant. Po dhe gjithmonë muslimant, kërë arë një katolik, nuk i kanë drejtu për shumë meraba. Apo selam aleikum. Po, selam aleikum, me thonë. Më thonë, e kanë pas atë harmonin, atë afërsinë njëri me tjetrin, se cilë me mbet besimin e vetë. Por tash kjo që kanë ardhur këta duke i sulmu shqiptarët musliman. Vetë jo ndjellat. Kjo, do më thonë, nuk ka lidhje me shqiptarizëm. Se të shqiptarët nuk ka qenë kjo e njohur kjo traditë, me ofendu tjetrin. Po, ka pas, si për shembull që ka qenë Zefi i vogël. Zefi i vogël ka qenë një mafioz, ta quajmë këtë zhargonin bashkëkohor, një rebel, i cili, siç trajtohet në histori, i ka ofendu shqiptarët musliman. Po aty ka qëllua zembejta, që s'ka të lëru, edhe ka ardhur deri te vrasja. Që i mshefin këto gjëra. Këto gjëra i mshefin. Ka pas një histori, këto raste kanë qenë në gishta. Po në përgjithësi, ka pas, do më thonë, ai respekti që ka qenë i ndërsjellë. Tash këtajnë ka dojnë mu bo zefat vëgjël. Këtajnë ka dojnë mu bo, do më thonë, me i prunë që ato partit e ekstreme djathë të perëndimit, me instalu në Shqiptari, që kjo ne gjithmonë kemi thonë se na jo rajonit Ballkonit, po dhe Evropës ja mësojmë tolerancën, shka toleranca ndërfetare. Na si shqiptar. Po me këta nuk mësohet, s'ka më tolerancë. Ti të ma ofendosh mu ndjenet më sublime, bindjet e mia që unë për to mendoj që të vdes, dal nga kjo botë me ato bindje. Më thonë, kjo është ajo rruga e cila e dëshiron shkau, serbi. A du të kufizohet hoq ky refuzim, kundër përgjigjes, sharrime, ndaj këtyre fenomeneve, vetëm te xhallarët, apo duhet dalin edhe intelektual, secilës fush. Dikush që e ka historinë, dikush që i njeh gazetarin, dikush që për shembull, falë Allahu subhanahu wa taala, është Milazim Krasniqi, profesori, i cili po bën një punë madhështore. Edhe fatkeqësisht nuk po shon një lloj ndihme subhanallahu ndaj këtij njeriu, i cili është me vlera. Unë mendoj që duhet të besimtarët musliman, po dhe ata që nuk e ndin vetën në atë kuptimin praktikues të fesë, por të
të asaj që dëshirojmë me pas një shoqëri të shëndosh pa këtë lloj ekstremizme, duhet të angazhohen si sociologët, si psikologët, si historianët, sidomos historianët, se këtu luhet me historinë. Me kartën e historisë pa ashtu. Kështu që unë mendoj se nuk duhet mbetet i vetëm profesori nderuar Minazim Krasniqi, por duhet t'i bashkohen edhe intelektual tjerë. Hoxhallarët po ashtu duhet të jenë më të angazhuar për t'i bërë presion në radhë parë imperfisë e Kosovës. Imperfisë në Kosovë, se jo Kosovës. Imperfisë katolike në Kosovë. Nga se u deklaruan, apo su deklaruan ata i qëndrojnë me veprimet e tyre. Nuk po themi që kanë dalë haptas, por me veprimet e tyre ata, për mendimin tim, kjo është mendimi im, qëndrojnë pas lëvizjeve. Nga se kjo lloj këtyre lëvizjeve që janë instaluar në Kosovë nuk dallojnë prej fraksioneve ekstremiste që është ISIS-i dhe muslimanët, nuk dallojnë edhe këta. Ama na kemi paralel por ne dallimin mes se Bashkia Islame ka dalë ka fol kundër ekstremizmit fetar të muslimanët, kanë fol në përgjithësi hoxhallarët. Pa diku është dyshimi, dyshimi është që thonë se ISIS ka bo veprime ekstremizme, është i qartë ekstremizmi, ndërsa këta me këto ligje demokratike se cili ka të drejten, do më thonë të konvertimit apo ku e dione, dhe nuk mund të krahasosh të ISIS-in me këtë lëvizje. A kanë bë veprime që ta hoxhallarë që jenë ndenu në gishta që janë? A kanë bë veprime terroriste në Kosovë? Asnjë veprim nuk ka. Asnjë. A kanë bë? Për çka u denun? Vetëm për gjuhë. Për gjuhën e tyre, për idetë e tyre. Unë jam i bindur që këta, do më thonë, kemi, unë e kam dhënë paralajmërimin. Do më thonë, këta në kanë paralajmëru. Kthe unë i pak zoni para se të vi fortuna. Po, kjo është... Cilo është e fortuna? Cilo është e fortuna? Na institucionet tu dhe njerëz da dojnë me prit derisa të bëhet një ekzekutimi muslimanëve haptas. E pastaj me reagu, po. Nëse neve këtë e presim atëherë ne jemi nuk jemi të mençur. Asnjë ideologji e dhunshme nuk shkon direkt pa u bë terreni. Mas pari formohet ideja, frustrohet masa. Ideja, konsolidohet si ide, pastaj vjen deri te veprimet nëse ata nuk japet hapësinë. Këta tash i kanë hapësinë. Mandej pse dalin ta me veprimet merren. Nëse do mi prit veprimet, terrorizmi ideologjik është më i rrezikshëm se terrorizmi. Është nxitës. Zatën aja prodhon terrorizmin praktik. Që kemi mësuar në çështje fetare qadie dhe theurie. Sigurisht. Pyetja e dytë hoç, pse pikërisht Kosova është përzgjedhur nga lëvizjet anti-islame në emër të kombëtarisë, ku ka subhanallahu në herë po mendoj hoç tek ne mbi 90% jemi shqiptar, edhe mbi 90% jemi musliman. E kemi një lloj uniteti kom fe, po themi. Edhe shumë më vështirë është neve, për shembull, sërbët fqinjet tanë me na godit. Përveç se nëpërmjet fesë. E pse jenë lënë anash Greqia? Po kemi në Greqi, na kemi pas në Greqi çamët. Pastaj në Maqedoni. A ka ortodoks shqiptar që janë asimilu? Në Shqipëri, në Maltëzi, në Sanxhak, pse këto lëvizje nuk janë aktive atje? Pse pikërisht Kosova është targetu? Këtu po lindin disa dyshime. Nuk kam çka më shtu, më shumë sa ajo që pa dhënë këtë deklarat profesor Krasniqi, që Serbisi ka marrë vetëm kjo kartë. Me fut për çamin mes shqiptarëve i ka marrë vetëm kjo në aspektin fetar. Nuk i ka marrë asgjë tjetër. Nuk dim ne që është vepruar kundër shqiptarisë diçka nëpër xhamiat e Kosovës. Po. Përkundrazi, xhamia ka qenë një institucion që ka dëshmuar veten,
një bashkësi islame që kemi pas, e cila gjithmonë ka qenë në shërbim të interesit kombëtar. Përveç asaj që ka qenë si institucion fetar. Që ka rreziku vetën e ka rreziku. Medresantat i ka eduku që me punu për vatan. Xhamiat janë shëndru në shkolla, gjatë viteve 90-ta. Medreseja janë marrë në ledhe të rëndësishme për çështjen kombëtare, vitet 90-ta. Ma nuk dim ne një kishë që është marrë mësim besimi. Jo. As nuk dim një kishë që është marrë një takim Tubim për rezistencën. Nuk dim ne kishë ku janë mbajt armet e UÇK-s. Ndrenici kemi, subhanallah, Ndrenic, po kemi në xhaminë e Sukës në Cermjan. Subhanallah. Nga aty janë vëzhgu serbët tek Suka në Ticë që janë konë më poshtë. Më thonë ki në xhaminë e Jonikut, ne kur kemi shku për me marrë armë në Tropoj, kemi pushu në xhaminë e Jonikut. Ditën dhe sa u bo mbromja për me kalu kufinin natën. Në xhaminë e Jonikit kemi pushu. Xhamia në Tropoj ka qenë plot ushtarë e mushën që kanë pushu aty. Kështu që Bashkia Islame e ka dhonë edhe atë provën hoxhallarët shumë që kanë luftu, që kanë ra për këtë vend. Më thonë, historikisht xhamia, nëse fillojmë nga ajo frima kur ka fillu si lëvizje kombëtare, lidha shqiptare për zërin ku majt në xhami. Ne jemi shumë relax në atë kuptimin për balë atyre që mundohen me na paraqitë se kishë ne punojmë për interesat e Serbisë. Edhe një dyshim se fjala po e nxjerr fjalën hoxh, që thonë që këta nuk kanë luftu për vend, këta kanë luftu për fe. Këta kanë një ideologji që do të shpërblejnë për atë ideologji, po s'ka të bëjnë fare për çështjen e dhiut. A na e dim që prej fesë kemi na me mbrojt pasurinë e këtij vendi. E pasuria e këtij vendit kush është për ne? Kosovë është. Në këtë dyshim po e fusin e shumica plot hoxhallari i kësaj. Ne kur themi çdo gjë bërt për Allahun, atëherë ata pse po luftojnë për pagëzimin? Bash. Paraqiten ateista, atëherë na met kjo fronti me ateizmin. Sa ateistët e kanë s'ka zot dhe për shtetin e për vatanin ata mundohen me qitë se një besimtar i çdo besimit qoftë, asgjë nuk qetë përmi Zotin. Kur gjë nuk qetë përmi Zotin, këndoj me qitë në përmi Zotin. Babën jo, nonën jo, familjen jo, vatanin jo, Zotin gjitha i ka kriju, Zotin neve ne ka dhonë. Po ti nësi e besimtari drejt në Zotin, ti du të me dash familjen, du të me dash vendin për je, jo me dash pa drejten, jo me dash të rathin, së mund është më kanë muslimani mirë ti me të rathu vendin tonë, pasunin tonë, ti atëherë merë titullin të rahtar. Pyetja tjetër, si të përgjigjem atyre që na thonë se Pjetër Bogdani ka bo luftë kombëtare, edhe e ka luftu pushtusin. Më dhëmë pushtusin Osman. Kështu thonë. Dhe ata kështu e shfaqin në masë këtë gjë. Nuk kemi qësh me dhonë përgjigjen më të mirë se e ka dhonë Noel Malkomi. Po. Noel Malkomi e thëtë qartë. Nuk mund të cilësot luftë kombëtare, nga se ajo bo me pushtusin tjetër, Austro-Hungaria. Qa ka dallim nëse marrën me këshirëm nëse Shqiptaria, në atë kohë s'ka pas luft nacionaliste, luft kombëtare, ma vonë kanë lindë ato, po qa ka pas dallim Austro-Hungaria dhe Perandoria Osmane për Shqiptarin? Feja, plus po ajo bo me një pushtus tjetër. Bila i pushtus ka qenë i dhënshëm, ka shkatru xhamia. Perandoria Osmane nuk ka shkatru kisha. Po. Si që ka bërë në Spanjë. Te libri Serbia hynore, e potencon shumë qartë. Kishat që kanë qenë
që i ka gjetë Perandëria Osmane, që e ndërtu në kohën e Perandërisë Osmane, nuk ja u kalojnë këto ndërtimet bashkohore aty në ndërtimeve. A Pjetër Bogdani ka shkatru xhamia. Sa e ka pas, do më thonë, bindje, është në vepër në tina, nuk kemi ka shpifim për Bogdanin, po Bogdani e ka pas, mi bo xhamiat kisha, muslimant shqiptarë, që këtu shqiptarin konë shumica, si në konë turq, shqiptarin konë shumica, shqiptarë në gole e Perandërisë Osmani e shumë dhe në Beograd, shumica Beograd në konë me shqiptarë, me shqiptarë dhe boshnjak, se 206 xhami ka pas Beogradi. A i ka shkatru. Edhe qka me e keqja, e ka njoft një mbretëri që s'ka egzistu. Në të ku? Mbretëria serbe. Nuk u konë në të ku. S'ka pas mbretëri serbe. A e ka njoft mbretëri. E ka marat epitet. E ka njoft atë mbretëri. Subhanallah. Bile të shqujt e Austro-Hungarisë, po i Serbisë. Kështu që nuk mund të quhet ai njeri kombëtar, ai është në nocionin bashkëkohor, ai është antikombëtar. Se për shembull, qetën e profetëve edhe Shkupi njihet si territori i mbretërisë serbe. Serbia nesër në gjykata çdo kund mundet me përdorë lirisht librin e Pjetër Bogdanit me vërtetu se Kosova edhe Shkupi janë troje, kanë qenë të Serbisë. Unë kom po disa që edhe lavdejnë, Pjetër Bogdani, sërbet. Pse mos me lavdu? Bin pyetja pse mos me lavdu? Ashtu. Në fakt një shqiptar që ndin veten shqiptar, ato duhet me urrejt. Nuk mund ta duash ti një personalitet që është Pjetër Bogdani, nëse e qunë edhe ateist, për qëtë arsye, për shumë Zemendin Feraj, është shumë jashtë për me të. Ajo është ateist, nuk ka musliman. Po është objektiv. Po, du më thonë, ajo është tamon nacionalist edhe nacionalizmi ti nuk e lën me dasht Pjetër Bogdani, edhe njerëzit si Pjetër Bogdani. Kur dëshirojnë me godit islamin, na thonë që islami politik. Unë dikush i ka mësu këta huq, që thjesht mos thoni na po e godasim islamin, se ndoshta ju kur thoni po e godasim islamin ju kap ligji. Atër na po e godasim islamin politik. Jo atë islam që e ka pas Shaban Jashari, jo atë islam që e ka pas para luftës dikush prej baballarëve, gjyshërve tanë. Tërë du të në shku më thonë, shko mësoni termin islami politik që shë sqarojnë qka është islami politik edhe qka ku ka kjo islami tradicional. Na definoni. Dolin me fakt. Këta paraqiten kontradiktor. Nëse ti e kundër islamit politik, nuk je kundër islamit tradicional, pse atëherë u pakzove? Pse nuk metet e islamit tradicional? Edhe me thonë, ju i në ka vinim në ndryshu fejen. Mboja ato. Po, na dojmë që të islamin e Hoxh Shaban Jasharit. Po, nuk e dojmë se Hoxh Shaban Jashari edhe luft ka marrë abdes. Në më thonë, bile me 22 janar, natë e 8-ës, ka qenë Ramazan. Me 22 janar, natë e 8-ës, u konë Ramazan ku i ka sulmu. E ki edhe audion duke folë Hoxh Shaban Jashari, Allah e më shiroft. Ishte Ramazan, të marrë abdes. I thash ati musafirit, unë duhet me marrë abdes për më falë. I kumë një krismat. Ata qenë nga sulmi i parë, ku ka qenë fillim viteve të 90-ta, ata gjithmonë kanë qenë nga dishmëri. Hoxh Shaban Jashari ta në herë dhe konë nga dishmëri. Se kalon as namazin, as agjërimin, se për djemë të ti nuk e di që në konë të regulls, nuk i një, po unë për foli të aj që i ka eduku, se për mu më i malë se Adem Jashari, se Jashari është baba i të nëse, a i ka eduku ata. A i ka eduku, është. A i ka mësu. A i ka frimzu. A i ka lona Manet Martinën që me këto duhet me hecë për para. Hoxh Shaban Jashari, se kalon namazin as agjërimin. Edhe ju, pra, pse një kaleni? Ktheni të feja i pse Shaban një kaleni Jashari. agjërimin, namazin, shahadetin, po kthej prej monoteizmit të paganizmi i trinitetit. Pastaj edhe familja Jashari, dhe sot familja Jashari për shembull për namaz Baramit shkojnë në xhami. Po, pse atër për shkojnë? Do më thonë, luftoni islamin politik, pse po e fundoni islamin? Pse e quni kancer?
Nëse Vatikani nuk e njeh Kosovën, edhe i Peshkvia e ka një lloj hierarkie tek Vatikani, se mbas leximeve që i bëra para disa dite, këta po e mirëshin urdhrin për Vatikanit për me i bo i Peshkvin, dhe më thonë për me i bo ata, po themi kushtimisht presidentët e kishave, apo në kundërshtim me Bashkinë Islame tonën. Na e kemi bazën Mekë, po ata nuk na urdhërin kush më konë mufti këtu. E këta e kanë ato, këtë hierarki. Edhe thot që duhet i bindesh patjetër Vatikan. A ka ndonjë deklarat i Peshkvis rreth pavarësisë Kosovës? Nuk ka qësh me pas, me bo me pas del bluff. Ta e mbajnë më shefto, po zyrtarisht Peshkvia Kosovës nuk e një Kosovën. Shtet. Zyrtarisht. Ashtu po i bie, po. Si institucion fetar. Peshkvia në Kosovë nuk e një Kosovën. Punon me ligjit e Kosovës tu, se Kosova e lejon të gjithve, edhe kishën ortodokse, edhe kishën ortodokse serbe dhe vepron në ligjet të Kosovës sa e lejon ajo bazë. Po urnat i merr pi Serbisë. Po urnat i merr, nuk ta një Kosovën, edhe ta shumë Kosovë me to hi. Po, Kosovë me to hi ta qunë. Edhe këta nuk e njohin zyrtarisht. Ishtë term kishtar me to hi. Po, me to hi, se vendi i kishave. I kishave, subhanallah. Vendi i manastirave. Këta nuk e njohin, edhe kjo është, do më thonë, që shkojnë në bazë të shtetit tëre të shajt që e kanë Vatikanin. Po. Edhe punojnë bazë të ne. Mësënja që këta bile me ramin e Konstantinopojës, Stambollit, që ka rrit me shliru Sultan Fatihi, Allah e më shëroft, sultani edhe i shqiptarve. Frika ka qenë në Vatikanit se ai do të mësy edhe Vatikanin me se bazën ortodokse baza ortodokse. Atëherë papa në atë kohë ka bërë thirrje mu bashku krishterizmi, riti latin edhe ai romak. Latin romak, po edhe riti lindor ortodoks. Se latin romak po, do të thonë më u bashku. Edhe pikërisht këtu rreziku që në të ardhmen për shqiptarët katolik. Po tashti shiko katolikët përgjithësi edhe në luftën e rrethimit të Shkodrës. Rrethimin Hasan Reza Pasha. Po, Hasan Reza Pasha. Shumica e katolikëve, sidomos gjithë malësia katolike, kanë qenë me malin e zi, kundër shqiptarëve. Që është normale për hoqë se shojnë aspektin shpirtëror ata, ku frymëzohen tek Bibla, frymëzohen kryqi. Më thonë është normal, Jezusi. Kështu që ata këshyrë në afrimin me bo mes kishave katolike dhe ortodokse, edhe normal që Islami është ma largë. Nesër për shembull, si në pyetje po them, nesër më ndodh një luftë, përderisa na pishojmë që dekadën e fundit apo edhe më shumë se një dekadë, duke u mundu Vatikani me bërë një lloj uniteti krishter mes ortodoksëve, mes katolikëve dhe ortodoksëve. Për shkak çështjeve administrative, juridike, ku e diun i kanë ato ndarjet 1954 që ka ndodhur ajo skizma e madhe që ka ndodhur. Tash këtu është një rrezik i madh që çfarë do të bëjnë nesër, po e themi kushtimisht. Inshallah kur nuk ndodh, nëse kërkojmë luftën, nesër më vonë ndodh një luftë mes Serbisë, që priftërinët e tyre ortodoks i kanë pakëzu, po themi, i kanë nxit frymëzu serbët kundër nesh. Çfarë do të bëj katoliku në Kosovë që e ka i Peshkvin, i cili ka hierarki me Vatikanin? Kjo po, se as ish katolike se kanë shkatru serbët luftën e fundit. Po. As një kish katolike. Shumë xhamia kanë shkatru. Edhe kishën e Gjakovës o dëmtu për presionit bombardimit NATO, se ka posë që aty u konë ofër kazerma ushtrisë serbe. Presioni i bombardimit e ka dëmtu edhe kishën. Dëm kolateral që i thë. Edhe për mes RTK-s ka dalë lajmi, ja këtë kishë që kanë shkatru serbet, sot u rindërtu. Kur rindërtun? Një rrenë që jepet publikut. Sikur rrena ati priftit që tha i kumë rre komunat në Ramazan, natë nënën, kur në pranverë. Ramazani
Në natë 8 nuk konë janar. Edhe se të herë natë 9 i ka ra më konë 10 janar. Po, 10 ditë. Kur në bërë Ramazan natë 9 neve në pranverë, që e mira komunave. Po këta mundohen me manipulu masën. Më thonë, dalin, këta përftrin, dalin si Shanzefi dhe tjerë, që mundohen përmes manipulimit me paraqit vetën kombëtare edhe nuk del as një me dal kundër ekstremizmit të këtyre lëvizjeve vagabonde që sot. Subhanallah. Allah e shpëleft hoq, ishte kënaqësi biseda. Inshallah taala nuk do të jetë ky emision i fundit, po themi emision apo intervistë e fundit. E deri në takimin e radhës, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpëleft.